Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sonte sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të ndaluar pak tek e preferuara juaj, tek më e dashura juaj, tek ajo që në fakt ju gjithmonë fasionoheni me lëvizjet e saj. Do të flasim për Egli Takon. Unë e di që ju prisni të rejat më të fundit dhe unë kam marrë disa informacione të vogla që kanë të bëjnë me Egli Takon. Egli Tako së shpejti do të na surprizoj të gjithë neve. Në çfarë forme do të na surprizoj, do t'ua tregoj tani. Ajo është duke punuar me një intensitet shumë të lartë. Është duke punuar me dashurinë më të madhe për publikun shqiptar që të sjellën dhuratën më të bukur. Për çfarë dhuratë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për një dhuratë që ju e prisni pafund. Aty ku ju e keni takuar Eglin, aty ku ju e keni më afër Eglin dhe aty ku ju mund ta prekni Eglin. Egli së shpejti do të sjellën këngën e saj të re, baladën e saj të re. Një baladë që në fakt me patjetër që do të ketë një tematik të veçantë, një baladë që do të na afasionoj të gjithëve, një baladë që do ta duartrokasim të gjithë, edhe do ta klikojmë dhe do ta mbajmë në celularët tonë të gjithë. Unë kam thënë gjithmonë kur kam folur për Eglin, do me thënë gjithmonë kam qëndruar konstant për Eglin. Egli është një personazh që di të dhuroj dashuri, është një personazh që di të transmetoj emocionin tek publiku shqiptar, është një grua që di të fal artin e bukur dhe baladat janë më të kapshme në natyrën të Eglit. Në votimin që Egli ditën e djeshme e hapi në Instagramin e saj, do me thënë ajo tregoi që kishte regjistruar këngën natën e pardjeshme, do me thënë pothuajse ka 24 orë të plota tashmë që Egli Tako ka regjistruar këngën, që nënkuptohet që së shpejti do fillojnë dhe regjistrimet e videoklipit më të ri, që nënkuptohet që është një baladë e cila do të del në dimër. Egli do t'i këndoj dashurisë, besoj që do të jetë një klip i veçantë sepse Egli është veçuar për klipet e veçanta, është veçuar për këngë të veçanta dhe jam i bindur që do të shkëlqej në daljet e saj skenike, do të shkëlqej në videoklipin e saj të radhës, por doja t'ju bëj me dije që Egli është duke punuar një klip, do me thënë është duke sjellur një balad, i mban në formë të balancuar të dy punët, edhe këtë pjesën e moderimit në emisionin Yes Day që ka një sukses të jashtëzakonshëm, por edhe pjesën e këngës. Por dua të marr mendimin tuaj në komente. Çfarë balade mendoni se do të jetë? Kujt do t'i kushtohet kjo këngë? A do të ketë një storie të rrëmbyer brenda kësaj kënge që kënga të merr shumë popularitet, për shembull siç bëri Xheneta që u përfol për bluzën e gjestit, apo nuk është Egli në këtë drejtim? Dua të marr mendimin tuaj.